Kthimi tek Allahu nuk vlen vetëm për ata të cilët janë mëkatar, por edhe ata të cilët mundohen të jenë të përkushtuar, edhe ata të cilët bëjnë përpjekje që të ngriten në gradat e larta të devotshmërisë, të gjithë pa përjashtim. Kjo thirrje na thret të gjithëve. Të dashur dhe shumë të respektuar vëllezër dhe motra, Allahu fuqiplot në surën Zumar ajetin 56 thotë: "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu leh", dhe ju ktheuni tek Zoti juaj dhe atij dorëzojuni. Kjo pjesë e këtij ajeti na thret të gjithë neve që të kthehemi tek Allahu fuqiplot. Është më rëndësi ta kuptojmë sakt dhe drejt këtë thirrje, nga se disa dhe mund ta keq kuptojnë. Kthimi tek Allahu nuk vlen vetëm për ata të cilët janë mëkatar. Kthimi tek Allahu dhe kjo thirrje nuk është thirrje vetëm për ata të cilët janë larg prej Zotit të tyre. Sigurisht se edhe ata kjo thirrje i thret, por edhe ata të cilët mundohen të jenë të përkushtuar, edhe ata të cilët bëjnë përpjekje që të ngriten në gradat e larta të devotshmërisë, të gjithë pa përjashtim. Kjo thirrje na thret të gjithëve. Prandaj, muaji i bekuar i Ramazanit është edhe një mundësi, shtesë, që ne kthimin ton tek Allahu fuqiplot dhe në nshtrimin dhe dorëzimin ton para fuqisë së tij, para thirrjeve të tij, para urdhrave të tij, ta kapitalizojmë. Nga se njerëzit gjatë muajit të bekuar të Ramazanit në mënyrë të natyrshme, të gjithë pothuajse pa përjashtim, secili në mënyrën e vet, secili me atë çfarë ai din, provon të kthehet tek Allahu fuqiplot. E kemi përmend shumë herë, ka edhe asin njerëz të cilët gjatë tërë vitit nuk e kanë raportin korrekt me Zotin e tyre, por vetëm pak ditë para Ramazanit e përmisojnë dhe e rikuperojnë në mënyrë shumë cilësore raportin e tyre me Allahun dhe kthimin e tyre tek Allahu. Prandaj, për ta përmbyll këtë porosi të kësaj dite, edhe njëre dëshiroj të rikthehem ajetit të kapitullit Zumar: "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu", kthehuni tek Zoti juaj dhe dorëzojuni atij. Vetëm kthimi i jon, i sinqert, i një mend tek Zoti ynë, do të na bëjë të jemi të shpëtuar në këtë botë dhe në botën tjetër.